Pak para ditës së zgjedhjeve komunale të balotazhit në Prishtinë, LDK dhe PDK kanë realizuar takim. Takim ky i mbajtur midis kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku dhe atij të PDK-s Memli Krasniqi. Pjesë e takimit bëhet se së dituri se kanë qenë edhe përparim Rama e Urani Ismaili. Pas këtij takimi, i cili është mbajtur në një nga restorantet e kryeqytetit, dega PDK-s në Prishtinë ka mbajtur mbledhje. Mediat kanë siguruar pamje nga takimi i mbajtur në orët e vona të së premtes. Tashmë kanë kaluar 3 ditë që kur presidentja e Kosovës Vjosa Osmani më 4 nëntor mandatoi Glauk Konjufcën nga Lëvizja Vetëvendosje për të formuar qeverinë e re të vendit. Konjufca ka në dispozicion 15 ditë për t'ia paraqititur kuvendit për bërjen e kabinetit të ri qeveritar, i cili do të marrë mbështetjen e të paktën 61 deputetëve për të votuar. Vendimi i presidentes Osmani erdhi pas takimeve me liderët e partive të tjera parlamentare, të cilët njoftuan se nuk dëshironin të propozonin mandatar për formimin e qeverisë. Në këtë situatë, sipas kushtetutës, nëse ekziston një emër i propozuar për mandatarin e dytë, presidenti është e detyruar ta emërojë atë dhe nuk ka hapësirë për refuzim. Osmani kujtoi se bazuar në aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, nëse pas 2 përpjekjeve nuk arrihet formimi i qeverisë, atëherë vendi duhet të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Është interesi i qytetarëve që të kemi institucione funksionale dhe të bëhen çdo përpjekje e mundshme për krijimin e tyre në mënyrë që të miratohen vendimet e rëndësishme për vendin, deklaroi presidentja duke përmendur ndër të tjera nevojën për votimin e zgjatjeve buxhetore, përgatitjen e buxhetit të vitit 2026 dhe ratifikimin e disa marrëveshjeve ndërkombëtare. Sipas saj, Lëvizja Vetëvendosje e ka bindur se ekzistojnë gjasa reale për formimin e qeverisë së re, megjithse siç theksoi ajo, kushtetuta nuk kërkon garanci, por vlerësim të mundësive. Askund në kushtetutë dhe në aktgjykime nuk kërkohen garanci, kërkohen gjasa dhe ka dallim të madh mes tyre. Garancia jepet në kuvend, ndërsa gjasat ofrohen në zyrën time. Nga vetëvendosja më kam bindur se kanë gjasa të formojnë qeverinë dhe këtë e kam konsideruar të mjaftueshme për të dhënë mandatin, tha Osmani. Ndërkohë, Konjufca pritet që në ditët në vijim të zhvillojë takime me përfaqësues të partive parlamentare për të siguruar shumicën e nevojshme, ndërsa afati kushtetues për paraqitjen e kabinetit të tij ska donë më 19 nëntor. Politologu Ramadan Gjanaj, në një prononcim për gazetën Bota sot, thotë se mandati i Glauk Konjufcës është një zgjidhje domosdoshme, por sipas tij ky propozim do të mund të ishte bërë që në mars të vitit 2025. Mandati i Glauk Konjufcës është një zgjidhje domosdoshme por e vonuar, që reflekton krizën e identitetit të Lëvizjes Vetëvendosje, si parti e lindur dhe zhvilluar si opozitë vetme reale në spektrin politik kosovar në vitet e pasluftës. Në vitin 2021, Lëvizja Vetëvendosje fitoi zgjedhjet me shumicë absolute historike, duke mos pasur nevojë ta ndante pushtetin me parti të tjera shqiptare, një model që e forcoi kulturën e saj të vendimarrjes ekzekutive dhe pa kompromis. Në vitin 2025, edhe pse mbetet partia e parë shqiptare nuk e ka më shumicën absolute, çka e detyron të hyjë në negociata koalicioni, një terren i panjohur dhe i papëlqyer për të. Në këtë kontekst, propozimi i Konjufcës që mund të ishte bërë që në mars 2025, duket si një lëvizje taktike e vonuar për të shmangur zgjedhjet e reja, por edhe si një hap i domosdoshëm. Pjekurie politike, deklaroi Gjanaj. Tutje, duke i referuar deklaratës së Konjufcës, Gjanaj thotë se edhe nëse i sigurohen 61 vota, qeveria do të jetë kalimtare dhe ka një sinjal të qartë. Vetë Konjufca e ka deklaruar se nëse sigurohen 61 vota, qeveria do të jetë kalimtare deri në prill të vitit 2026, me fokus vetëm në buxhetin 2026 dhe çlirimin e fondeve europiane të bllokuara, plani i rritjes. Kjo është një sinjal i qartë i hapjes, sidomos ndaj LDK-s, e cila pa kohë pas zgjedhjeve të nënshkurtit kërkonte një qeveri të unitetit kombëtar kalimtare. Është një kompromis i detyruar nga aritmetika, por që tregon se Lëvizja Vetëvendosje po mëson ngadalë se të qenit i pari nuk mjafton më për të imponuar vullnetin ekzekutiv, shton politologu. Ai thotë se gjasat janë të ulta për qeverinë e Konjufcës, por jo zero.